së muri që lufton për jetën andej është bërë mish për qoftet e klubeve të natës. Pas viteve të gjata në pushtet, si në rastin e Edi Ramës, nuk përbën çudi që kuajt të betejës të ndryshohen her pas here. Megjithatë, largimi i disa kuajve mes paleta gjenerali, siç mund të konsiderohet edhe sekretari i tij i përgjithshëm jetëgjatë, Angela Gaci, është një lëvizje që nuk kalon lehtësisht. Mesditën e kësaj të premteje, kryeministri Edi Rama ka njoftuar kabinetin e tij se Agaçi ka dhënë dorëheqjen, pas më shumë se 12 vitesh në postin më të lartë administrativ shtetëror. Për momentin, nuk janë të qarta arsyet e dorëheqjes së tij. Burime qeveritare këmbgulin se ai u largua nga detyra stresuese për shkak të sëmundjeve me zemër. Të tjerë, nga opozita dhe jo vetëm, e shohin dorëheqjen e Agaçit me kusuret që i janë krijuar ose mund t'i krijohen nga hetimet e strukturës së posaçme antikorrupsion, SPAK. Të dyja variantet në këtë moment të parë mund të qëndrojnë. I konsideruar si eminenca grije kryeministrit Edi Rama, Angela Gaci konsiderohet si truri i disa prej aferave kryesore korruptive të qeverisë së rilindjes. Ai ka qenë filtruesi i procedurave qeveritare për inceneratorët fantazëm e koncesionet korruptive në shëndetësi. Agaçi ka kaluar në duart e tij paketën ligjore të investitorëve strategjik dhe çështje të tjera që janë shoqëruar me epitetin korruptiv. Për te arsyeve të dorëheqjes, largimi i Agaçit shënon edhe rrëzimin e mburojës së fundit të kryeministrit. Rama ka përdorur bashkëpunëtorët e tij të ngushtë si siguresa. Rreth një vit më parë, nga Rama u largua shefja jetëgjatë e kabinetit të tij, Vali Bishga. Thuajse në të njëjtën kohë u largua edhe zëdhënësi i tij, Endri Fuga. Një tjetër bashkëpunëtore që u largua për shkak të hetimeve të prokurorisë së posaçme është Belinda Balluku. Pas rrëzimit të mburojës së fundit Agaçit, tashmë Ramës i ka mbetur të mbështetet tek Zegjineja, Toni Gogu e Sara Mile.